Është një javë e re dhe unë dua të them që është java e fillimeve të reja. Për Zotin s'ka asnjë gjë ngërçi, asnjë gjë që mund ta bllokoj. Dhe Zoti është i vetmi që mund të t'jap një të ardhme të re. Zoti i dha Noeut, pikërisht në momentin kur gjithçka mbaroi. Gjithçka bota u shua. E megjithatë, Zoti kishte një anije për Noan. Zoti kishte një të ardhme për atë gruan tek Gjoni 4, që ajo gruaja samaritane që ndjehej turpëruar me një të kaluar skandaloze. Dhe Zoti i dha një të ardhme të re, një jetë të re. Zoti mundet që jetën tënde ta bëj të re. Ai është krijuesi. Ai pret që ti thuash Zot të besoj, muret e zemrës time që të shkruash një të ardhme të re. Jo më atë të kaluar plot dhimbje, plot lot, plot dështime, plot blokada. Fshije Zot dhe më jep një të ardhme të re, shkruaj një të ardhme të re në muret e zemrës time. Dhe Zoti do të çohet dhe do të marrë çdo muskuj të zemrës tënde dhe do të japi sinjale të reja. Do të japi motive të reja, do të japi një jetë të re. Zoti pret thjesht ti thuash, Zot, të besoj. Në emrin e Jezusit unë lutem sot që kjo javë ti t'ja besosh 100% Perëndis. Dhe në fund ti do të thuash, çdo gjë është shumë mirë. Sepse çdo gjë që krijon Zoti është shumë mirë. Është java jote, prandaj merre dhe besoja Zotin. Të bekoj.